Pas të rishurave të shumta gjatë ditës së djeshme dhe vërshimeve që u shkaktuan për lokacione të ndryshme dhe pas daljes nga shtrative të Lumbardhit, që mbrëm drejtoresha e emergjencave bashkë me gatishmërinë e shumë kompanive, që është lajm i mirë se ata që treguan gatishmërinë janë në ndihmë të familjeve që kanë pasur probleme nga vërshimet dhe pastrimin e rrugëve dhe pikave të tjera rrjedhëse që shkaktuan vërshimet. Kryetari Tota i tha se që nga mbrëm edhe sot herët kemi dalur në shumë pika ku ka pasur vërshime dhe me mundësi tona kemi ofruar ndihmat e nevojshme. Po shikoni, dje ka ra shi ton ditën, edhe për shkak të rresheve kemi pas edhe vërshime, dalje të lumit, të Lumbardhit nga shtrati. Aktivitetet tona kanë fillu pram, jo sot. Do të thonë pram në mramje, drejtoresha zonja Ramize me ekipet të cilat kanë qenë në gjendje gatishmërie kanë fillu aktivitetet edhe kanë shku në ato lokacione ku më shumë ka pas nevojë për ndihmë. Normal, kjo është detyra jonë të dalim ndihmë qytetarëve, edhe që nga mbram, gjatë natës, po edhe sot në mëngjes, disa ekipe kanë qenë të angazhuara, edhe kanë shku në ato lokacione ku na kemi pas informacione se ka nevojë më shumti për intervenim të shpejt, sepse qytetarët po na lajmërojnë dhe po na tregojnë. Në anën tjetër kemi pa një njoftim nga hidroregioni se për shkak të ndotjes së ujit të pijes, është ndërprer furnizimi me ujë të pijes. Uroj që kjo gjendje të tejkalohet edhe të kthehet furnizimi normal me ujë të pijes, edhe apeloj tek hidroregioni që të jenë në nivel të detyrës dhe në nivel të pritjeve, kurse rikonfirmoj se ekipet tona të komunës nga drejtoria e emergjencës janë në gjendje gatishmërie, janë në lëvizje edhe janë duke dhënë ndihmën aty ku ka nevojë më shumti. Fatmirësisht shiu është nal edhe presim se do të qetësohet, po sidoqoftë ne jemi në gjendje gatishmërie. Kudo që ka nevojë, për aq sa kemi kapacitete, do të intervenojmë. Falënderime dua të shpreh edhe për kompanitë private që janë përgjigjur ftesës tonë, por edhe vullnetarisht janë paraqitur që të ndihmojnë në këtë situatë. Po përveç komunës edhe ekipeve tona, ne kemi pas kontakt edhe me disa biznese private, të cilët janë treguar të gatshëm, që është një lajm shumë i mirë sepse niveli vetdijes së bizneseve në qytetin e Prishtinës është i lartë. Edhe ata janë gatshëm sa herë ka nevojë, edhe kurdo që ata kanë mundësi të japin kontributin e tyre. Edhe kjo është një tregues i bashkëpunimit të mirë të komunës me komunitetin e bizneseve. Por tashmë kjo besoj që do të përmirësohet dhe kemi informacione se ka pasur dëme, por këto ende nuk kemi arritur të vlerësojmë sa janë ato dëme. Po dëmet ne kemi pa, po ne vlerësim dëmeve s'kemi mujt me bë, po e kemi pa disa lokacione ku për shkak të daljes nga shtrati të Lumbardhit ka pas vërshime, ka sjell edhe mbetorina, ka sjell edhe llaç, edhe o dash me intervenu, është dash me i pastru ato, ka pas edhe ujë në përpodrume, po edhe në për shtëpi. Para sa kemi pas kapacitete, kemi intervenu, mirë po në ndërkohë mbetet me bën një vlerësim se cila është vlera aty në dëmeve, edhe pastaj të shohim cilat do të jenë hapat e ardhshme. Por gatishmëria jonë sipas mundësive ishte shpejt dhe besojmë se kudo që ka pasur nevojë të bëhet kemi qenë prezent.